Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Dita nis me një ndjenjë shtytjeje për të vepruar dhe për të mos humbur kohë. Megjithatë, situatat kërkojnë më shumë strategji se sa impuls. Në marrëdhënie një qasje më e butë do të shmang keq kuptime të panevojshme. Demi. Ritmi i ditës të fton të ngadalsosh dhe të reflektosh për vendime që lidhen me sigurinë personale. Në punë durimi yt shpërblehet, ndërsa në jetën private ndihesh më mirë kur ruan kufijtë tu. Binjakët. Mendja jote është aktive dhe plot ide, por jo gjithçka duhet thënë menjëherë. Sot është më e dobishme të përzgjedhësh fjalët dhe prioritetet. Një bisedë e thjeshtë mund të sjellë një kthes pozitive. Gaforia. Ndjeshmëria është më e theksuar dhe të bën të reagosh thellë ndaj çdo situate. Është një ditë e mirë për t'u afruar me familjen ose për të rregulluar çështje emocionale që i ke lënë pas. Luani. Dëshira për të udhëhequr është e fortë, por sot kërkohet më shumë bashkëpunim. Nëse i përfshin të tjerët në vendimet e tua, rezultatet do të jenë më të qëndrueshme. Dashuria kërkon sinqeritet. Virgjëresha. Vëmendja jote ndaj detajeve të ndihmon të vendosësh rregull aty ku ka pasur paqartësi. Mos e lodh veten me perfeksion të tepruar. Një pushim i shkurtër do ta qartësojë mendjen. Peshoria. Situata të shtyn të zgjedhësh mes asaj që dëshiron dhe asaj që është e drejtë. Balanca arrin kur i dëgjon edhe nevojat e tua. Një takim ose bisedë sjell qartësi. Akrepi. Energjia e ditës të bën më të vendosur dhe më të thellë në mendime. Disa gjëra nuk mund të shtyhen më. Është momenti i mirë për të marrë një vendim që lidhet me të ardhmen. Shigjetari. Dita sjell dëshirë për liri dhe ndryshim, por realiteti kërkon përkushtim. Nëse e gjen ekuilibrin mes ëndrave dhe përgjegjësive, mund të bësh një hap të rëndësishëm përpara. Britsjapi. Puna dhe objektivat janë në qendër të vëmendjes. Përpjekjet e tua fillojnë të japin rezultat, edhe pse jo menjëherë. Në aspektin personal, një gest i thjeshtë forcon marrëdhëniet. Ujori. Ide të reja dhe mendime ndryshe të shoqërojnë gjatë gjithë kohës. Jo të gjithë do t'i kuptojnë menjëherë, por kjo nuk duhet të ndalë. Komunikimi i qartë është çelësi i suksesit. Peshqit. Dita ka një ton më të qetë dhe introspektiv. Është e përshtatshme për të lidhur me ndjenjat e tua dhe për të dëgjuar intuitën. Një moment qetësie do të jap përgjigjet që kërkon. Horoskopi në Top Albania Radio.